marr sepse kam parë lojën o vllai dashur. Është e Okej, drejtë. pra okej, tani un kam një pyetje, shiko Mandi, duke qendruar asaj që thua ti. Tani Egli tha që historia e Big Brotherit ka treguar që kush ka hyrë ka marrë edhe çmimin. Tani Rozana do tha për thotë atë Egli, rast Egli e thot për interesat veta. Një Po sekondë, ajo. duhet më bazu për realitetin. Po ne jemi këtu që të themi realitetin, jo atë të Eglit që është me 7 realitete. Ne po flasim për realitetin e vërtet. Tani, në qoftë se në Itali e tha Rozana pas ka ndodhur një rast ku është futur në mes të lojës edhe e ka fituar. Kush në Shqipëri është futur në mes të lojës ose qoftë edhe dy javë vonë dhe pas ka bëri mua vitin që kaloi, ma bëri Ledioni Zeka dhe ky. Ma bëri Arbër Zeka ka hyrë 10-15 ditë mbrapa meje më hyrë po kur kam hyrë unë vitin që kaloi, të njëjtën gjë më tha Ledioni. Më tha Ledioni live kur kam hyrë unë. Liam tha, mos u mërzit tha se dhe në Itali tha kanë hyrë dhe kanë fituar njerëz që kanë hyrë nga mesi, kështu që ke dhe ti. Dhe unë në një prime ja kam thënë Ledionit, ja kam thënë Troç. Pse jo, Liam, kur doli si kishte emrin Çerri vogël që dola në minim. Lidi, kur doli Lidi. Liam si ndihesh, më tha dhe i thashur, kur ti më thua që e ka fituar dikush në Itali që ka hyrë nga Messi, pse mos ta fitoj unë Ledioni thash, live. Kështu që po qartë. Po e pas ka fituar Veseli për shembull, Veseli e ka fituar. Shiko, Dasara, Liam, si logjik, kur ka hyrë Veseli, kur ka të keqen më të domosdoshme, një person që futet në mes, ama e bën të pashkëputur rrugtimin e vet deri në finale, deri aty dhe e kupton sepse veç kemi parë Big Brother e tjera për shembull, ata që e kanë fituar, që kanë hyrë më mbrapa, kanë bërë nuk të le njëri kulturë të bësh pushime atëre loja nuk është në loje barabartë nuk është në loje barabartë në Itali mbas të ndodhë, Gjermani ndodhë, kanë kulturë, ditë ulen, ditë flasin, ditë bëjnë muhabet. Këtu vlla, këtu janë si uqërë si që thanë ata vetë, ata që kanë hyrë fillim ndahet ajo pjesë, 3-4 veta që kanë hyrë fillim, ata 3-4 Ujqër dhe hiena, që hanë njëri tjetri, edhe shumë mirë e tha, dhe e di kush është më mërshme këtu, që e legjitimojnë këtë gjë, e legjitimojnë vetë, banorët brenda, legjitimojnë dhe produksionin. Po në këtë pikë, s'kan qa bëjnë më ata Odesar, në këtë pikë nuk kanë qa bëjnë më ata. Do të thënë Big Brotheri ka dalë nga konteksti i një reality show ku njerëzit duhet të real. Do të thënë nuk e di çfarë ka ndodhur këtu ne, po s'ka fare asgjë, do të thonë që ka lidhje me realitetin aty mbrena. Në momentin që ti legjitimon, më fal, se bariera e gjuhës. Në momentin që ti legjitimon edhe lojën e pa barabartë aty brenda, atëherë për ne që jemi këtu që analizojmë atë lojën, sidomos dhe për atë analistën më të madhe të gjitha kohërave Netën dhe Arbri na jesë, edhe Arbri ja fut çikot. Më bëri çik përshtypje Arbri çfarë që i thotë se ai Arbri kur ngërdheshet ndonjëherë i tha, "Çfarë edhe një herë tha, ti isha unë atje brenda dhe kisha thënë, ore, Arbre magjik." Nga ato pemët. Ku ti flet çudi, shoku, Arbre. Në momentin që këta e legjitimojnë dhe pjesën e të lozurit jo me armë të barabarta, atëherë dhe ne këtu domosdoshmërisht do dalim blof, se s'kemi qa bëjmë, sepse nuk varet më nga ne dhe nga perceptimet tona. Varet nga si qohet tjetëri më Unë duhet t'i jap përgjigje një far Loreta Thanasi. Loreta Thanasi, e dashur, unë jam një nënshtetas gjerman dhe në qoftë se mua më ka futur në burg, nuk më ka futur as topi, as populli, as një gjë. Thjesht ligji shqiptar që nuk ka marrëveshje me ligjin gjerman. Ja ku është një gjerman që po të kthem përgjigje e dashur, unë edhe po të futesh në burg, nëse jam fut për gjëra të pahishme. Tash jam këtu dhe po lexoj këtë. Unë kur bëra burg vjetë bëra se isha shumë i bukur për ambientin. Po ti themi Loretës. O Meridiana, po qa Gjerman zeza ti vetëm të Sara ti se sa Gjermani e ti. Nëse unë për Gjermanët nuk kam shumë simpati, po për burgaxhit vdes Liamo. Nëse
Të gjithë ju që doni pasaporta gjermane falso në fund të live-it, DM Liamit. Do i marrim Loretës, marrim kësaj Loretës. Pusho se pari na bllokot live-i neve nga këto budalli që na bllokot live-i. Po Pirak i unë s'di Se që e na kam themë. blokuar, ë? Se ju e kam Na blokuar, dalim ë? nuk dalim që jemi live fare asnjëri as tjetrin. E di se sa herë mbyll live-in çdo herë mbush me mesazhe Da Sara, live se si live. për gjithë ato që ankohen për trafik, për gjithë ato që më mungon, po vjen. Ore, për gjithë ato që ankohen për trafikun e Tiranës, si çau bë ka këtej? Lek borxh, hajde. Po shikoj si ti mesazhe rruga atje. Unisa sonte. Qa rruga shive trafiku, po le rrugën, do kthehem majtas ne, prandaj është rruga kështu. Do kthehemi këtu ne pa shive. Trafiku Amerika i ka rrugë të gjëra. Po ajo është rruga është aeroport. Tani, shpejt e shpejt Gjesti do të finalisti i parë, ta dini, ha? E kam thënë unë atë. E finalisti i parë është gjithmonë ai që fiton bigun, ha? Me që e ka thonë ky, na morim qaf, do dalë Rozana finalistja e parë. E kam thënë, e thash ke breaking news, e thash, tek Top Channel. Bëni qik raport Liamit që të mjullet Instagrami, desat marri bigu, më qafsh mu. Lëre se ka sa njerëz që s'din qa bëjnë me jetën e tyre, merren me filmat. O Meridian, si puna ime dhe ty të pas ka zbukuru Amerika. Ai ka bukur ka qenë gjithmonë. Ja, se në aeroport jam. Okay. Shifem.